Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët te kjo. Duhet të ishte live, por që është regjistrim i një meditimi mbi bollokun. Nuk është vetëm një meditim, do flasim pak për bollokun, se si vjen drejt nesh dhe se si të tërheqim ndoshta klientët tanë nëse keni biznes ose një punë më të mirë, thjesht të tërhiqni bollokun në jetën tuaj. Ndoshta ju e dini, por do e përsëris edhe një herë, çdo gjë që ne krijojmë në realitetin tonë ka të bëjë me besimet që ne kemi, besimet subconsciente, por gjithashtu besimet që ndodhen në 4 dimensione. Pra, mund të jenë besime të paraardhësve tanë deri në 7 gjenerata, mund të jenë besime të shpirtit tuaj, të jetëve tuaja të kaluara, të konsciencës kolektive, mund të jenë gjithashtu besime të shpirtit, pra në nivel shpirtëror, dhe besimet të jetës tuaj të tanishme, që keni krijuar që nga lindja juaj deri tani. Në qoftë se ju mund shihni që mund keni ngërçe, për shembull, kur vjen fjala tek bollëku, këto ngërçe mund të ndodhen për arsye sepse ju mund të keni besime në këtë jetë, që mund t'i keni dëgjuar ndoshta nga prindrit tuaj, që nuk keni lek mjaftueshëm ose nuk ka asnjëherë mjaftueshëm për ne, por mund të keni dëgjuar ndoshta nga paraardhësit tuaj, mund të kenë ndodhur që në periudhë luftrash ose gratë, për shembull, në qoftë se vini nga një familje në cilët gratë nuk janë të lejuara të punojnë dhe ju jeni femër në këtë jetë, mund keni besimin subconscient që femrat nuk janë të lejuara që të fitojnë lekët e tyre, ose që të kenë lek. Ndodhet gjithashtu besimet në subconsciencën kolektive në lidhje me bollëku në fusha të caktuara, për shembull, në qoftë se ju vini keni pasur një jetë të kaluar në një vend që ka qenë në luftë, ose në një vend në të cilët armiku mund të ketë mund të ketë pushtuar vendin tuaj dhe më pas mund të ketë sklavëruar personat që jetonin në atë vend. Tashmë ju mund të punoni ndoshta falas pra si sklavër dhe të mos paguani mjaftueshëm për punën që bëni, nëse gjithmonë keni frekuencën që lidhet me këto jetë të kaluara. Pse është e rëndësishme që të kuptojmë se cilat janë ngërçet tona, është në mënyrë që ju të tërhiqni bollëkun, por bollëku nuk mund të tërhiqet nëse nuk e kuptoni se ku është ngërçi juaj personal, pra jo për çdo person çështja ndodhet në të njëjtin vend, pra problemi ndodhet në të njëjtin vend. Ky meditim sot ka për qëllim që ju të kuptoni ku ndodhet ngërçi, pra tek vetja juaj, në cilin nivel, ndoshta në cilën jetë të kaluar, ose ndoshta në energjetikisht ku mund ta bllokoni, dhe më pas të tërheqim në energjinë tuaj, në trupin tuaj, energjinë e bollëkut që të shkojë atje ku ka nevojë të shkojë dhe të hapeni ndaj ndoshta një bollok edhe më të madh se që keni përjetuar deri tani. Bollëku mund të jetë monetar, por mund të jetë gjithashtu në formën e një ndjesie, pra që ju e dini që çfarëdo gjë që të kërkoni në kohën e duhur do të vi drejt jush dhe do vi në formën më të mirë dhe më të lartësuar të mundshme. Mund të jetë gjithashtu në formën e, për shembull, të blerjes së një shtëpie ose të gjeturit të një pune edhe më të mirë, qoftë të ndruarit ose të qenit më të mirë, më të qetë, me besim tek vetja juaj e lartë, që jeni të udhëhequr në jetën tuaj në përgjithësi. Tani, së pari duhet që ju të gjeni një vend të qetë. Si gjithmonë me këto meditimet, është e rëndësishme që ju mos jeni të shqetësuar, ndoshta mund t'i dëgjoni me kufje më vonë, ndoshta para se të flini ose ndoshta kur zgjoheni në mëngjes. Dhe të filloni dhe të mbyllni syt dhe të merrni frymë thellë 3 herë. Merrni frymë nga hunda dhe nxirreni nga goja. Me çdo frymarrje që merrni, ndjeni se si trupi juaj bëhet gjithnjë dhe më i rënd. Në divan, në karrige, aty ku jeni ulur, ndërkohë që mendja juaj bëhet gjithnjë më e lartë, gjithnjë më e lehtë. Imagjinoni një dritë gold të artë, e cila fillon dhe vendoset që nga koka juaj dhe zbret më pas në çdo qelisë të trupit tuaj, duke relaksuar flokët, shpatullat, krahët, parakrahët, duar, gishtat e duarve. Ky dritë relakson gjithashtu gjoksin, barkun, kurrizin, shtyllën kurrizore, fund shpinën
dhe gjithashtu këmbët, gjunjët, deri tek shputat dhe gishtat e këmbëve. Tek trupi juaj përqendrohuni tek plexusi solar, pra në mes të trupit tuaj ku ndodhet stomaku dhe imagjinoni si një vije drejt nga kurrizi deri tek barku, e cila ju përçon, dhe lëreni këtë dritë që të qëndroj pak më gjatë aty. Si ndiheni ju në prezencën e kësaj drite? A qarkullon ajo në trupin tuaj apo ka ngecur diku? Ne mund japim komandën që çdo gjë që është e gatshme që të lirohet nga trupi juaj, përmes kësaj drite mund të lirohet tani. Thjesht thoni po. Shumë mirë. Imagjinoni dritën e çlirimit që shkon kudo në trupin tuaj. Tani, dua që të mendoni cila është gjëja e parë që mendoni kur vjen fjala tek bolloku. Tek lekët. Ndjeni trupin tuaj dhe shihni nëse relaksohet apo tensionohet. Nëse tensionohet, ku gjendet ky tension në trupin tuaj? Nëse relaksohet, thjesht lëreni trupin edhe më të lirë, edhe më të relaksuar. Nga i keni dëgjuar këto fjalë? Kur është krijuar ky tension? Mund të jetë krijuar në këtë jetë, mund të jetë krijuar nga paraardhësit tuaj. Lëreni imazhet që të vinë tani. Shumë mirë. Çfarë ka mësuar të qëndroni në këtë gjendje mungese? Çfarë keni fituar nga mungesa? Mund të keni fituar një virtyt? Mund të keni fituar siguri, mungesë vizibiliteti, ose çfarëdo lloj gjëje tjetër. Fokusoni aty tani. Jeni gati ta merrni këtë mësim dhe të lini të shkoni në çdo moment tjetër në cilin ju keni qenë në mungesë, në cilët ju duheni të provoni vlerët tuaj për të marrë diçka mbrapsht, në të cilën thjesht energjia nuk rrjedh në trupin tuaj. A mund t'ju tregojmë një realitet tjetër në të cilën çdo gjë rrjedh në mënyrë të natyrshme, në të cilën ju i keni mësuar këto mësime dhe e dini vlerën tuaj, dhe merrni bollokun sipas vlerës që ju keni si person, dhe jo për shkak të gjërave që ju bëni. Thjesht thoni po nëse jeni dakord, dhe shihni të arkivojmë të gjithë këto jetët e kaluara, çastet e kaluara në jetën tuaj prezente, në të cilin keni qenë të shkëputur nga bolloku. Lëreni të shkojë, të rikthejmë drejt trupit tuaj, energjinë, veten tuaj të lartë, dhe energjinë e bollokut. Pa pengesa, në përputhje me vlerën tuaj. A mund të ndryshojmë çdo besim që ju nuk keni vlerë, ose që duhet ta provoni vazhdimisht vlerën tuaj, në ju keni vlerë gjithmonë, thjesht sepse ekzistoni.
pa e provuar dhe sprovuar veten tuaj. Thoni po, në qoftë se dëshironi, dhe lëreni edhe një herë energjinë që të ndryshojë brenda vetes suaj. Shumë mirë. Tani dua që të imagjinoni një portë të artë përballë jush. Ajo shkëlqen, ndriçon, është e mrekullueshme, e tëra e artë. Futuni brenda saj dhe lëreni të gjithë energjinë e arit që të shkojë rreth e rrotull jush në çdo qelisë të trupit tuaj. Imagjinoni veten tuaj, shtëpinë tuaj, e cila është edhe ajo e mbushur me energjinë e arit, vendin ku ju punoni, studion tuaj, veten tuaj, rrobat tuaja, çantat tuaja, llogarinë bankare. Çdo gjë është e mbushur me ar. Si ndjeni në një energji të tillë? Ndjeni bollokun, ndjeni sigurinë, ndjeni të gjithë energjinë e frikës që zhduket nga trupi juaj dhe zëvendësohet me energjinë e sigurisë të pakushtëzuar, që mund të relaksoheni. Ndjeni relaksin që shkon në çdo qelisë të trupit tuaj dhe ju ndjeni që jeni të sigurt që kjo ju përket juve, që nuk duhet të punoni, të lodheni aq shumë. Por punën që e bëni me qef dhe merrni dhe më shumë, jepni dhe më shumë. Shihni se si impakton jetët e të tjerëve, kur ju vetë jeni kaq të lumtur dhe kaq bollok. Ndjeni energjinë e lehtësisë dhe çfarëdo lloj gjë tjetër që ju dëshironi, çdo ëndër që ju keni, që mund plotësohet nga bolloku, po plotësohet tani. Imagjinoni se si ajo realizohet në mënyrën më të mirë për ju. Shumë mirë. Lëreni këtë derë tani duke ditur që mund të riktheheni sa herë të doni dhe të ndjeni energjinë e bollokut. Në qoftë se keni një dëshirë ose një ëndër, le të shkojmë tani në një moment ku ajo është realizuar, e plotësuar. Mund të thrasim veten tuaj të ardhshme të vi përballë jush dhe t'ju tregoj se si çdo gjë shkoi mirë, edhe shqetësimet tuaja të vogla nuk janë më shqetësime tashmë. Ose mund të shkojmë në të kaluarën dhe ju të siguroni veten tuaj të vogël që çdo gjë shkon mirë tani. Shumë mirë. Riktheuni edhe një herë në trupin tuaj dhe imagjinoni energjinë e diellit, e cila futet në trupin tuaj dhe qëndron edhe një herë tek pleksusi solar. Ndjeni ngrohtësinë, ndjeni energjinë në çdo qelisë të trupit tuaj. Ndjeni çakrën tuaj të pleksusit solar, e cila po hapet edhe më shumë, e dielli po rrezaton dhe më shumë, dhe cila po jep gjithashtu edhe më shumë. Dhe vendosi një balancë mes marrjes dhe dhënies të kësaj energjie. Tani imagjinoni që gjithë energjia juaj futet në qendër të tokës, përmes këmbëve tuaj si rrënjë, në të cilën pastrohet, rrënjëzohet dhe rikthehet nga këmbët tuaja tek trupi juaj dhe qëndron në zemrën tuaj. Kur të jeni gati, mund të hapni sytë.
Mirë se erdhët. Këtë meditim mund ta bëni disa herë. Mund ta bëni gjithashtu dhe me një qëllim të caktuar, pra në qoftë se ndjeni një bllokim në një vend të caktuar ose për një çështje të caktuar, mund ta ridëgjoni dhe do shihni se si energjia juaj do hapet. Lëni gjithmonë të shkojë, thoni po për energjinë që t'ju pastroj dhe t'ju sjelli dashurinë, sigurinë e pakushtëzuar dhe mbrojtjen e pakushtëzuar. Dini që bollëku është i juaj, ne është e drejta jonë e lindjes, është e drejta jonë që të kemi çdo gjë që dëshirojmë. Arsyeja pse nuk e kemi janë pikërisht tek bllokimet që mund të ndodhin në nivele të ndryshme. Sa më shumë që punojmë me veten, sa më shumë që zbulojmë këto bllokime dhe jemi gati që t'i lëmë të shkojnë, aq më thjesht bëhet jeta jonë dhe sigurisht aq më e bukur. I përshëndes të gjithëve dhe ju uroj një ditë ose mbrëmje të këndshme. Mirupafshim.